të rinjt. Mos me keq përdor mirësinë dhëntinë e Allahut që na ka dhënë, sepse dituria ka qenë një kohë, në kokat një numër i vogël i persona botëror, sot kanë dalë mjetet, teknologjia, diturinë e bose ki në gjep. Lumaj që din me përdor ato mirësit që janë dituria në gjep, edhe s'ki nevoj gati kur gja me pyet se i gjanë. Kështu që shumë kemi pas vujtje, as kemi pas asfalt, as kemi pas rrugë me balt jën konë, shpijat me balt jën konë, jetes diçka e jashtëzakonshme e vështirë. Ka pas të këtuk, nashta krejt lapin jën konja dhe 12 shpi 15, me kushte pak më dallueshme, kemi hongër edhe me bukë të misrit, telbit e lëleshme. Po sa keni mujt mja dalë me qatë kushte? Kuna? Sa keni mujt mja dalë me qatë kushte? Pa na, me të thonë të vërtetën, kemi qenë një familje madhe, edhe me moshku edhe kemi pasë edhe tokë pjellore, kemi punu e do drethe kemi shit, do kemi majtë për vetë, besa edhe kemi dhonë dëvarfën e, jemi konë Kalabla Vrazni, kemi punu e edhe në për organizata ma vonë, një herë e bënëm një kombaj, traktorat, bujësi, u lehtësu puna pak. Sa do pak, u zbut. E që shindojsh i punë të tokës? Edhe një më falë. Punë të tokës, që shi ka nda burat këty në herë? Pa, si çdo herë traditë shqiptare, ka qenë krye familjari, është konsultua me djem apo me vllazni, edhe i kanë shpënda djem të vllaznin kush ka me punue. Edhe ato njëherë ka thonë, edhe puna u krye, në ka pas nevojë me përsërit ma, pse qyshtek. Megjithatë, kem livru edhe me kuaje, me kije. Është i lloj plugut për mbeni, kanë thonë atëherë. Një lloj të rase e drunë të zapi. Mundi me kuaje, me kije, dhe 20 në ditjet i kanë livruë. Sot janë dalë teknika, me një traktor 10 hektar, po i kryen punë. Një person sot punon më tepër se 50 punëtor fizik që kanë punu atëre. A kështu apo jo? E gratë çka kanë punu ma përpara? Gratë, kanë pas mundë që jashtëzakonshme. 90% përveç bukës, që dashtë, që ka pas oda, ka pas musafir, edhe kanë gatuar shumë, edhe mas kohës. Ka buvaki edhe mas orë 10 mbrëmjes, kanë gatuar, kanë orë musafir, s'kam jetë bukë, me pregatit me ushqimin. Me la, me hi, i kanë thonë fijet herë, me la me duër. Uj, s'ka pas bëllak prej puseve, pusje konë në fund në lukë në shpi, me bojtën kra, me kazana, me që shkanë mujtë, me pru. Nona thëjke, gjuhe djalem që ta ujë që tu, e gjuheshmi, shko mu shapet. Ka 50 kilogrami, ka pos, litra i ka pos e kazani, kështu që mund i jashtëzakonshëm o kone. Jashtëzakonshëm. Me ju tregu disa trive vallaj nuk besojni. Fantazm ju duket aty, nëse si kam pritue. Edhe sot të rritë me pyet për luftën që para pak dite që i patëm, nuk të beson, se s'ka pritue. A e ka në ushtri? Ushtri? Jo, lojnë këto jo. Se në qatë kohë nuk kemi konë mje pe i bubregve, a djallën e madhë po. Djallën e madhë kom pas. Sa kohë ka nejtë në ushtri djalli? A i ka nejtë kanë kohën. 3 muaj ditë për menej, pejse është zëru e lufta edhe me lap, 3 muaj ditë ka qenë. Në qatë kohë që u ka në ushtri, a ke mujtë me shku me vizitu? Jo. Jo se momente në fundit kërë nda në palat, e ka marë rrugë me dëshuk, edhe i ndalë prej palatës, në për rëvu që pak kastica i ndalë në Kaçanull, e nërë të pëpovën ma jancë, aty kanë këputë rrugën kryesore, edhe i ndalë kanë
Koliqit. Atje ka pas nonën, vllaznin, motrat, ka një konkret vogël. Bile djali më të vogël ka pas 7 vjeç. 7 vjeç. Po, më i vogël. A unë vetë, jo, si më konë qatë kohë mirë me shnet, edhe kështu që s'kom mujtë. Muj me thonë që më konë kështu është, pas s'po duhe me raj shkort. A je ka në shkollë? Po, jam konë. Kom punue, kom mësu pak, po jo, ku me di sa, po kom lexu mas shkollës shumë. Çka ke lexu? Pa, pak ma parë unë e ceka, thash, anë e kafeja, edhe historinë islame kam në shpirt. Kështu që mëj me shpjegue, kohë gjatë mëj me shpjegue. E qikat këty në hera i kanë lanë me shku në për shkolla? Baba e jam, një kohë nuk ka dash me lanë 2 motra dhe janë ndëshkue me para, në përmes ligjit është atëherë, edhe mëtë ato fjalla, dhe në 8 një shku 2, matutje jo. Qashtu ka qenë, me gjithse edhe mundësia, nuk ka pas asfalt, nuk ka pas komunikacion, ma rrugën në men, po dio Prishtinë pa asfalt. Edhe kemi pas shkollën largë, dikun ja 7 kilometra, du mi s'pash me priti mi sepërme, këj veç e din. Kështu që edhe mundësit, po edhe dëshira s'ka pas. Jenë kanë që atëherë, aja gjenerat, që bëton, me diturit kufizume. Njeri i cili nuk ka shkolla, nuk është i kufizum. Qështu? E sa vjeti ke pas kër je martu? 2 muj pa i bo 23. 23. Po. Edhe s'jam pishman heq. Se sa dhe kom djelë pësu me pa shok. Po. Çdo gjë shkon me ku. Edhe këtu, po më të rjek, me foli. Shumë ndjedhimje shpirtërore të kjo të rritë, ha që ka vakt, i ka bo 24 vjetë, 30 vjetë, 35 vjetë, ka vakt. Gjithë sen e ka kufizume. A mund është me dalë që sot me shku me kërë grune, Kalamaqa këtu? Jo. Ashtë koha kur edhe lam të mire. Jo krynë emisionin tonë edhe lam të mire. Po martohështë në moshën 40 vjeçare, po kryon familje, kush me eduku ata? Ti veç më shohësh, fëmija nduar të askujt, me dhe ashtu që është.